që e mbron besimtarin nga mlefi, po edhe e shëron nga mlefi, që po flas për të është të ushqehet me dashuri ndaj të tjerëve, të ushqehet me edukatën e asaj me i adash të tjerët mirë në fund. Njerëzit edukohen, rriten, edhe nuk mësohen me adash dikujt mirë në fund. Mësohen me adash të vetës mirën, edhe mësohen me urrejt tjerët kur dikush ja rrezikon mirë në fund. Çështë fatkeqësit njerëz në esencë edukohen. Jo ndryshe atë. Jo me adash dikujt mirë në fund. Duja dikujt mirë në fund. Duja njerëzve. Çfarë tha pejgamberi sa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk ka besu askush për juve derisa nuk arrin me një shkallë që quhet me ja dash vëllaut vet atë që dën për vete. Wallahi që kjo hadith na sfidon natë të zapën. Çfarë të pejgamberi? Nuk po thot me ja dhon vëllaut vet çka ka. S'po thot, jo, mos i jap çka kiem. Nuk po thot kët, veç me ja dash vëllaut, veç me ja dash ato. Të spia donë vëllai, ja don Zoti xhallahu, të s'ja don, a mundesh me ja dash? As i ka s'mund me ja dash. Ja, s'mund me ja dash. Me ja dash çka do për vete, ai kjo sfida. Unë ja dua, ama jo si për vete. Po pa të du vetën më shumë. Domthon, problem. Atëherë si ka dallime apo në këtë dallim, rënja e mllëfit zemrë është nga pozita e favorshme apo. Ushqiet let zemra. Mi për nëse është kështu, ja du vetës, ja du vllaut, çka du për vete, mllëfi s'ka ka më shkuar, dera dikon poshtë, jo në zemrën time apo. Pra e përna, ku ka rrit gjendja njerëzve, subhanallah, nuk mundet Allah, s'ka fuqi të bresh, veç duja për Allah. Ti përna për shkak me thonë dikush, për njerëzve për Allah, veç me thonë, une e kom vendos me onë që ti një mjarë, e kom vendosën, kom mjarë, këtë më ka marrë fonda. Asë s'kom e ti marrë ty, une po kam që me onë një mjarë. A kam mund si ti veç ku t'ja dhonë ti më gëzua, ti kur ju sumë, veç gëzau. A problem është Allah. Po të qka po vëllati, kur veç gëzau, veç gëzau ti, se unë pjallë një mjarë, ti do të në ty nimi tjera në tjera. Problem është më gëzua. Pa mi dhe mu pak ma shumë, apo, së mbon në ratë. E që kjo së mune që përplasë në për ta, apo. Andaj du me duku me dashla, duja njërë të mirën, apo. Kush do njëri, a është njëri, duja të mirën, apo. Jo veç musliman, apo. Duja njërë uzimin, apo. Duja njërë uzimin. E kemi cek Imam Ahmed Rahimullah. Imam Ahmed Rahimullah. Qëfar tortura ka përjetua, qëfar mundi ka përjetua në sprovën që ka pasë. Me gjithë kërë kam pyjtë, a e ke bo halal me munit, apëtën. Halal është punë, aja do më thonë, qështja e me munit, nuk o kom punë veç, adin që në shkretin e kanë qitë, ku zalli e konë mi 50 gradë Celsius, apëtën. A e kuptani këtë punë? E kanë ngrej zhak, disë ju ka djegë lëkura, rahimehullah, apëtën. E kanë lidhë, e kanë nënqmu para njerëzve të e reja, apëtën. Nuk o kom punë e thjeshtë. Ku shukoni Imam Ahmed Rahimullah, apëtën? Shukoni mezin gjemija, apëtën. Ja, shukoni e koni imam i muslimanëve, apëtën. E me një fjallë ka pas mundësi me përmbys shtetin, apëtën. E dini këtë punë, apëtën. E shukon punë e thjeshtë, apëtën. Këtë e ka mu, edhe jo, një muj dit, me vite e ka mu këtë punë. Edhe, ka marë fund qështja, e kam pyet Imam Ahmedin, apëtën. Me muni, u shku, u deka, apëtën. Të së është, apëtën. Nuk është astuta mu, jo, u deka, apëtën. A e ke bu halal. Qëfar ka thonë Imam Ahmed Rahimullah? Këta njerë që s'kanë lëvë në zemrë Allah. Nuk mundet, zemrë atyre jenë rezistent dhe mlejve, sërina e të, me herë, nuk mundet. Qëfar ka thonë? Nuk më gëzën kur nuk më gëzën fakti, që për shkak meje, dikush nga njerëzit me përnu në gjëhnem atë. A i mund me shku në gjëhnem për punë të vetë, zotë të një që ka qënë, ka bo gjuna e tjera, punë e Allah të ashtë. Po s'kësha pas që me jarë puna veç për mu me shku në gjenem. Jo për mu vajmë. Pse të gëzën me kondi kërë devijumë, Allah. Në gëzohëm atë. Pse të gëzën fakti që më nëzime prit me gjithë dikën, pse Allah të. Të më gëzohëm, me du me lypë, ku është një e mirë që e ka një që atë mi a gjithë, që atë, që të e ka, elhamdulillah. Që ka trajtimin e njerës atë. Trajtimin e njerës atë. Bëhet për shembull dikush
Çfarë do lloj lëshimi që e ka këtu? Apo ti thosh po që e ka këtë? E ka po e ka çto? Gjithë kënd ajo. Mirë dhe ka çto po nuk ja s'ka më largu pjesë që të rri. Ç'kjo më lafot. Ç'kjo mungesë edukatës më dorë diku të mirë. Ndërsa pejgamberi çfarë ka bëu? Pejgamberi tonë nuk ketë të rrë. Ketë mund të rrë. Shikoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur i ka mundësia me dënu Allah popullin e Taifit atë. Kjo është prallë atë. Që na flena bina në gjën me to atë. Jo, kjo e vërtet realitet ka ndodhur. U shku me i thirr në fe, kur s'u ka bëu. As i ka nguc, as i ka shajt, as i ka nënçmu, kur gjë. U shku në Taif, o burra Allah më ka qumu pejgamber. Besoni Zotin xhallahu ala, lëni këta idhuj atë. Unë i marr me u bashku, unë i marr me u fal Zot juve, unë i marr me mësu dunjan çka është. Çfarë që se fjali ka thonë. Ata e kanë nënçmu, e kanë dëbu, i kanë shtit fëmijët me dogur, me gjujt, e kanë përgjak pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe po i vjen meleku, jo policia, as kryetari i shtetit, as ushtria. Meleku pi Rabbul Alaminit vjen atë. Meleku i kodrave. Bashkë me Xhibrilin atë. I ka thonë Xhibrili Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka zbrit sot një melek, nuk zbret ky për gjat kanë atë. Ky s'vjen me fol me kërkon ti me Allahun ka punë. Ky s'vjen me vet krijesat a më gjut kit kur, ja, veç për ty ka ardhur atë. A kuptuat? Asnjë pejgamberi ky melek i kodës nuk i ka ardhur me vet, a me myt diku, ja si ka kërkujt. Ky melek me Allahun ka punë atë. Ja ka thënë Allahu special ti pejgamberi. Ti ki mundësi nëse do me vendos, çaj është edhe urni jam apo. Allah kjo punë e madhe është Allah. Allah kjo punë e madhe. Kret me pa myt i shkon sevap. Se Zoti ka thonë, po këto mëne, Zoti ka thonë. A më kupton? Me dash me këqyt kiçijat për me myt. 100 këqije kanë pasur. Ndash i llojtar, ndash të poshtër, ndash të lig, ndash gjunaqar, ndash zullumqar. Çka dush ke mund me gjetë që jo me myt, po me i faru te në fund atë. Pejgamberi çfarë thotë? Jo se ka mundësi del pe ty në ku po kshuja diku larg. Në këta s'kan të mira, sa për ta do të më myta. S'ka gjithë diku të mirë pe ty në. Po ka thonë kanë fëmijë, janë të vegjël, korini. Ndoshta dalin pe ty në do që besojnë Allah xhallahu ala. Çto është njëri mirë që ja do të mirën ku këshyr, edhe ai që do me të pushkatu ku këshyr atë. Prandaj duhet të mësojmë me dash mirë Allah. Duhet të mësojmë me këshyr mirë. Duhet të mësojmë me shikuar në anë pozitive. Që kjo është e jona me kuptu. Me marrat atë fijen e fundit besimi që e ka dikush e më ka për të më qyra, që kjo fije ka zonë që ti muslimani japëtën. Jo dikush ka litar të besimit qyre me jakmut në apëtën. S'ma kështë Allah. Andaj mësoh. Që shtu të dukosh, kër e donë këtë të mirin, tani a i mlefi ka mësi marë, për kare kalon si në shkëmb të shkëlqyshëm, atë kuptim që rëshet veç atën. E ke paj shkëmbi që është, do mon, guri i rësesëm që është, kur bjen shirëmi të, qka bën? A i bjen të shirë, bjen rëshet, nuk rënë ujën të, nuk muhmet, nuk e thi si kusë dhejë, si kusë tukë, apo? Përndaj vjen në lefit, a i mund ma si njëri, për shetë, Allah, pëse? Pëse kë njëri është e ka zemën në bushë me adosh një këtë mirë, me menu mirë, edhe atërë, kur ka armitësi, me menagju ka he mirë, jo më bu njëri naiv, apo? Jo më bu naiv, me bu burë i menqër, mirë po, me shiku kare, në gjëra pozitive, kishës për i shok të tjera të përë, apo? Kë jep, me të vërtet, ushqim mjaftushëm, besim të imunitet, që me ushëru edhe me urut nga mlefja.